Mjeku gjerman nxjerr jashtë loje farmacit. Pini një gotë çaj kamomili çdo mbrëmje dhe do befasoheni. Lufton pagjumësinë dhe vepron si një qetësues. Kamomili në sasi të vogla mund të veprojë kundër pagjumësisë, ankthit dhe problemeve të stresit. Ndihmon në forcimin e sistemit imunitar. Sipas një studimi, konsumi i çajit të kamomilit nxit sistemin imunitar që të luftojë bakteriet. Kjo mund të shkaktojë edhe një përdorim të tij kundër problemeve të ftohjes dhe të gripit. Përdorimi i gjatë cikleve menstruale dhe kundër tensionit të kamomilit do t'japë rezultate fantastike. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Pas pirjes së kamomilit, rritet niveli i glicinës, të cilat reduktojnë spazmat muskulare dhe relaksojnë nervat, duke përfshirë edhe ngërçet dhe tensionin, të dyja lidhur me ciklin menstrual. Kamomili mund të ketë edhe efekte estrogjenike, gjë që e bën atë të papërdorshëm nga femrat me probleme të gjirit. Gjithashtu, duke qenë se kamomili relakson muskujt, qetëson stomakun dhe ndalon diarren, ai duhet të përdoren me kujdes dhe ka efekte të pëlqyera edhe për dhimbjet e barkut. Përdorimi oral ose topikal i çajit të kamomilit ndihmon në qetësimin e problemeve të lëkurës, si ekzema e të tjera. Edhe pse rezultatet nuk do të jenë të menjëhershme, ai do t'japë edhe efektet e tij në përdorime të rregullta. Ndihmon kundër dhimbjeve të gojës. Sipas Real Simple, një përzierje e çajit të kamomilit me sherebel mund të përdoret për të qetësuar ulçrat në gojë, edhe të përdoret gjithashtu si shplarës gojës për të paktën 6 herë në ditë, për të dhënë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Çaji i kamomilit është të përdorur prej kohësh në trajtimin e pagjumësisë, por ulëntimet e fundit tregojnë se kjo bimër shumë e dobishme gjithashtu ndihmon në zbutjen e ndjenjave të ankthit dhe është shumë e mirë në ruajtjen e shëndetit të kockave. Kur pini një filxhan çaj kamomili pas darke, mund të ndjeheni më të relaksuar dhe gati për të fjetur, por nuk është vetëm lëngu i ngrohtë aromatik që ju qetëson. Kamomili ka veti që ju ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe gjithashtu edhe të humorit, mbështet shëndetin e kockave dhe lehtëson edhe komplikacionet e tyre. Andaj në këtë video, sipas del saj, do të rëndisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i çajit të kamomilit. Çaji i kamomilit ndihmon gjithashtu edhe kundër shqetësimeve tuaja të pagjumësisë. Çaji i kamomilit është të përdorur prej kohësh në trajtimin e problemeve të pagjumësisë. Kjo për shkak se kamomili përmban gjithashtu edhe apigenin, e cila është një flavonoid. Flavonoidet janë kimikate të cilat i japin bimëve ngjyrë me bollëk dhe antioksidantët që ndihmojnë në trupin tuaj në luftën kundër toksinave, duke i siguruar organizmit një mburojje më të mirë ushqyese dhe gjithashtu duke parandaluar në këtë rast edhe komplikacionet e tij. Çaji i kamomilit është i mirë edhe për shëndetin tuaj të kockave dhe mund t'japë rezultate fantastike në këtë drejtim. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave sepse flavonoidet në kamomil riparohen dhe rriten. Gjithashtu kamomili mund të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë që janë të prirur andaj osteoporozës në menopauzë, në reduktimin e estrogjenit dhe në humbjen kockore. Kamomili është një bimër shumë e mirë edhe në lehtësimin e dhimbjeve tuaja menstruale. Deri në 93% e grave mund të përjetojnë dhimbje menstruale gjatë jetës së tyre, dhe çaji i kamomilit mund të jetë një nga zgjidhjet më të mira për këtë problem. Pijet e ngrohta dhe qetësuese mund të lehtësojnë gjithashtu edhe dhimbjet. Megjithatë, kamomili është më i mirë se energjiku dhe barishtet e tjera. Struktura kimike e kamomilit përmban aminoacide që lehtësojnë edhe relaksimin tuaj. Kamomili ndihmon gjithashtu edhe kundër shqetësimeve tuaja të ankthit dhe problemeve të ndryshme të stresit. Kamomili është i mirë për ankthin kryesisht për shkak të efekteve të tij të simptomave të gjendjes, duke përmirësuar kështu cilësinë e gjumit, duke relaksuar muskujt, duke ulur presionin e gjakut dhe duke mundësuar një gjendje më të mirë relaksi. Ju mundeni të reduktoni simptomat e ankthit si pagjumësia dhe nervozizmi dhe gjithashtu të jepni rezultate të shkëlqyera pozitive në mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Çaji i kamomilit është një recetë ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse lufton edhe inflamacionin. Pra, pijeni çajin e kamomilit edhe për të lehtësuar problemet tuaja, gjithashtu edhe për të siguruar një mburojje më të mirë të organizmit.
Ekspertët e cilësojnë çajin e kamomilit si një nga zgjidhjet më të mira për t'u përfshirë në dietën tuaj, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese e çajit o bardh për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Çaji i kamomilit është një produkt shumë i mirë i cili mund të nxjisë gjithashtu edhe gjumin cilësor. Pijeni një filxhan çaj kamomili 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekte qetësuese në largimin e këtyre shqetësimeve që ju lën pa gjumë dhe gjithashtu do t'japë rezultate më të mira ushqyese në dobi të organizmit. Ndjekja e përdorimeve të tilla të çajit të kamomilit do të jenë fantastike në rritjen e vlerave të trupit dhe gjithashtu në parandalimin e këtyre shqetësimeve. Sapo të ndjeni trokitjen e migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është e rëndësishme ta pini çajin kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur ajo është në kulmin e vet, pasi vetëm në këtë mënyrë do të merrni përfitimet e tyre ushqyese për organizmin. Çaji i kamomilit është një bimë fantastike edhe për organizmin, gjithashtu edhe për migrenën. Gjithashtu ai është një mburojë shumë e mirë edhe kundër shqetësimeve të zorrve. Çaji i ngrohtë i kamomilit rekomandohet edhe kundër dhimbjeve dhe simptomave të zorrës së irrituar, pasi mund të sjellë rezultate fantastike për shëndetin edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ai funksionon kundër gazrave dhe fryrjeve dhe gjithashtu do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Ai është një produkt shumë i mirë edhe për qetësimin e ftohjes, pasi mund të sigurojë edhe një organizëm më të shëndetshëm, citojnë ekspertët. Çaji i kamomilit është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër të djegurave. Qytetrimet e lashta e përdorin kamomilin për të lehtësuar plagët e djegura të lëkurës dhe çaji i përdorur në kompresa mund të japë rezultate të mira në këtë drejtim. Mjafton që ta përdorni në mënyrë të rregullt brenda sasive të lejuara dhe rezultatet që do të marrë organizmi juaj janë vërtet të veçanta. Çajin e kamomilit mund ta përdorni gjithashtu edhe kundër problemeve të rrathëve të zinj. Përdoreni çajin e kamomilit kundër rrathëve të zinj. Çaji do të largojë inflamacionet të lëkurës dhe gjithashtu do të japë rezultate fantastike edhe për shëndetin e saj, duke e mbajtur atë më të mbrojtur, më të shëndetshme dhe duke evituar kështu komplikacionet e njëpasnjëshme. Nëse doni që të zbardhni lëkurën tuaj, atëherë mund të përdorni edhe çajin e kamomilit. Kamomili e ushqen dhe zbardh lëkurën. Zjeni 2 bustina organike në një çajnik dhe qëndroni sipër avullit për të lëshuar edhe të gjitha elementet ushqyes. Kjo do ju ndihmojë për të patur një lëkurë më të bardhë dhe gjithashtu edhe më të shëndetshme. Çaji i kamomilit është një produkt shumë i mirë ushqyes edhe për parandalimin dhe krijimin e akneve në lëkurën tuaj, duke siguruar një mbrojtje efikase në shëndetin e përgjithshëm. Kamomili është plot me antioksidant dhe gjithashtu do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Prandaj, nëse doni që të mbroni lëkurën tuaj, sigurojeni kamomilin të jetë pjesë përbërëse e dietave të përgjithshme. Kamomili është një bimë shumë e mirë edhe kundër problemit të entjeve. Pini disa filxhan çaj kamomili për të qetësuar muskujt dhe gjithashtu edhe kompresat me çaj kamomili mund të përdoren për të zbutur entjet e gjymtyrëve. Dhe rezultatet që do t'i japin janë fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Gjithashtu kamomili është i mirë edhe për personat që kanë luhatje të sheqerit në gjak. Kërkime shkencore konfirmojnë se pirja e çajit të kamomilit mund të jetë një mënyrë efikase për t'i ardhur në ndihmë dhe në përmirësimin e luhatjeve të sheqerit. Nëse vuani gjithashtu edhe nga problemet e irritimeve të lëkurës, mundeni ta përdorni edhe çajin e kamomilit. Të djegurat nga dielli, njollat, ekzema dhe pickimet e insekteve mund të mbahen në kontroll me përdorimin e këtij çaji. Rezultatet që do t'japin janë fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni që ta përdorni gjithmonë me kujdes dhe brenda normës së lejuar. Çaji i kamomilit është një prej produkteve më të mira ushqyese për të cilën duhet ta keni pjesë prezente të dietave tuaja. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.